dhe gjithçka tjetër. Si është e vërteta për këtë? Është i vërtet ky lajm, ky objektiv i ri i administratës Trump për Ballkanin? Dëgjoj, unë këtë ligjin e ri që e ka nënshkruar Trump dje, është autorizimi për mbrojtjen e shtetit të Amerikan. Në aty janë parapame edhe shumë gjëra tjera, unë nuk e kom lexuar krejt ligjin, po unë i kam kushtuar rëndësi, jo vetëm unë, po gjithë ne shqiptarë amerikanët edhe shqiptarët kudo që janë, pjesës e cila ka të bëjë me Kosovën. Aty e ka rëndësinë më të madhe ky ligj. Unë atë pjesën që ju fletni për këto korrupsione, për këto gjitha, është pjesë e këtij ligji, po është më vonë, edhe nuk e kam lexuar në detale, kështu që nuk muj me kompetencë me fol për atë. Por është më rëndësi që ky ligj i përcakton në detale qëndrimet e shtetit amerikan lidhje me situatën në Ballkan. Kur ka të bëjë për Kosovën, është më rëndësi të thuhet sepse të gjitha ato që ne i dëshirojmë janë në mënyrë të parapamen këtë ligj. Interpretime ka të ndryshme prej njerëzve në bazë të interesit, a kupton? Mirë po, ligji e parasheh që Kosova nuk bën të ndahet, nuk bën të coptohet. Ligji e parasheh që të bëhet njohja reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Ligji e parasheh që minoritetet, ma vonë, aty parasheh që minoritetet kanë drejt në asociacione, por jo në asociacione të cilat munden me ndërhy në funksionimin e shtetit. Pra jo me kompetenca ekzekutive, thjesht ekzekutive. Aty është marifeti, disa po mundohen ta shpjegojnë se në një ndër pika thotë që të zbatohet marrëveshja në nënshkruar e Ohrit. Në atë marrëveshje normalisht që pika 7 është e parasheh asociacionin, por ajo nuk parasheh që asociacioni duhet të negociohet masi të bëhet njohja mes dy shteteve. Në atë kohë, atëherë në kuadër të kushtetutës Kosovës, është plotësisht normale të diskutohet me minoritetin serb, jo me Serbinë. Jo ma me Serbinë, me minoritetin serb në Kosovë, me përfaqësues. Sipas këtij dokumenti, përpara duhet jetë njohja, pastaj diskutohet për asociacionin, jo e kundërta. Absolutisht. Kjo është më e rëndësishmja, sepse Evropa me ato bazë presionit Serbisë ka insiston ka kohë, e dini edhe vetë që non stop e përmend duhet bëhet asociacioni. Jo, duhet marrëveshja të zbatohet. Ajo marrëveshje ka disa pika tjera para se të mrihet te asociacioni. Prandaj ne realisht muj me thonë se kjo është një fitore e madhe e kryeministrit Kurti. Tash në detyrë, por kjo tregon se doktrina e tij, që është doktrina e kamgulljes apo e vizionarëve që mund ta quajmë, e ka arrit suksesin e vet. Do të thonë, rrumullaksu dhe shteti amerikan ja jap një përkrahje kësaj doktrine. Do të thonë që shteti jetë i fortë. Çfarë ka tjetër në këtë dokument për Kosovën përveç këtyre dy pikave që kjo të zbatohet edhe nuk do të ketë ndarje? Çfarë ka tjetër që i ofron Kosovës? Kosova, aty parashihet që Kosova të hyjë edhe që është pikë tjetër më shumë rëndësi, hyrja e Kosovës në NATO. Domethënë propozohet që normalisht ajo është procedurë, por një ndër pikat është edhe ka një dritë gjelbër. Kjo, një dritë gjelbër, do më thonë, e tregon drejtimin e Amerikës, edhe na ta kuptojmë. Nëse Amerika vendos me gjithë mend ta futë Kosovën NATO, në mënyrë se një tjetër si George Bush, kur e shpalli pavarësinë në Shqipëri, kur tha, enough is enough, kemi fol ball Kosova do të bëhet e pavarur. E njëjta gjë unë mendoj se Donald Trump ka fuqi gjatë këtij mandati që të realizoj ato nëse është që është në interes të Amerikës, unë besoj që është në interes të strategjisë amerikane. Sepse me hyrjen e Kosovës NATO definitivisht shpresat e Serbisë për kthim në Kosovë përfundojnë.
edhe atëherë mund të bisedohet për qetësinë e Ballkanit, për paqe, për marrëdhënie të ndryshme tjera, deri në atë moment, derisa Serbia nuk I heq ato tendencat e veta dhe apetitet e veta të smura për dominim edhe përkthim Kosovë, nuk ka qetësi në Ballkan. Zoti Alishkaj, si erdhëm deri këtu në këtë dokument, sepse Trumpi ka 100 hadhe dhe probleme të tjera në gjithë botën. Tani si erdhi në vëmendje Ballkani? Po, kjo Dizor, në atë ai ligj, sikur ta thash, unë se kam lexuar se është ligj I madh, edhe ka tjera çështje, cilat unë nuk I di tamam, po veç por aty ka çështje tjera për që lidhje me Kinën, lidhje me Rusinë, gjitha ato, domethënë ky ligj nuk është vetëm për Kosovën, kjo është vetëm disa pjesë për neve, prandaj aty parashihen ato gjëra të mëdha, po kjo është në mënyrë ky ligj e drejton politikën amerikane. Kjo është ajo vija strategjike. Normalisht si presidenti gjithmonë ka mundësi me lëviz nga pak në gjatë punës së tij, sipas nevoje, në raste emergjente mund edhe të ndryshon diçka jashtë këtij ligji. Por gjithsesi kthehet në këtë ligj, sepse kjo është politika strategjike afatgjate e Amerikës. Prandaj kjo është një lajm jashtëzakonisht I madh I mirë për neve. Zoti Alishkaj, ju thatë që kjo është një fitore e Albin Kurtit, e quajtë edhe lider vizionar, por pak